Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. O pejgamber, pse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Perëndia ty në kërkimin e kënaqësisë së grave tuaja? Perëndia është falës dhe mëshirues. Këto ajete ishin një qortim nga Allahu i Madhëruar drejtuar profetit e tij, kur ai ja ndaloi vetes së tij skllave Maria ose ujë me mjalë për të përmbushur kështu tekën e njerëz prej grave të tij, sikurse thuhet në një histori të njohur. Për këtë, Allahu i Madhëruar shpalli këto ajete, o profet, përse ja ndalon vetes atë që Allahu ta lejoi duke kërkuar të përmbushësh kërkesat e grave të tua. O ti njeri, të cilit Zoti i dhuroi mirësimet e mëdha duke e bërë lajmëtar të tij e duke i dhënë shpalljen. Përse ja bën haram vetes atë mirësi që Zoti ta ka bërë të lejuar ty, madje edhe umetit tënd? A kërkon që me këtë thjesht të kënaqësh gratë tua? Pikë se Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Ky ajet tregon qartë se Allahu i lartësuar e ka falur plotësisht profetin e tij. Allahu e ka mëshiruar profetin e tij. Madje, ky vetë privim i profetit u bë shkak që Allahu i urdhë dhe i gjithditur të shpallte një dispozitë të rëndësishme, të vlefshme për të gjithë umetin, dispozitën e kompensimit për thyrjen e betimeve. I Madhëruari thot më pas: Perëndia ju ka bërë të mundshme që të lironi nga betimet tuaja, Perëndia është Zoti juaj, ai është i plotdijshëm dhe i gjithdijshëm. Allahu e ka caktuar zgjidhjen për betimet që bëni. Allahu i Madhëruar e ka caktuar mënyrën si bëhet një betim dhe si zgjidhet çështja e thyerjes së këtij betimi. Si sharim për këtë janë edhe ajetet 87-89 në surën Maide, ku i Madhëruari thotë: O ju që keni besuar, mos i bëni haram të mira që Allahu i lejoi për ju dhe mos i kaloni kufit, se Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit. Hani nga gjërat e cilat Allahu ju ka dhënë halalet e mira dhe kijeni frikë Allahun, tek i cili ju besoni. Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për betimet tuaja të paqëllimta, por për ato që i keni bërë duke pasur si qëllim për betimin. Shkargimi i tij është ushqimi i dietë të varfërve me po atë ushqim mesatar që ushqeni edhe familjen tuaj, ose veshja e tyre, ose lirimi i një robi. Kush nuk ka mundësi t'i bëj këto, le ta agjeroj 3 ditë. Ky është shpagimi për betimet tuaja të pambajtura. Mbajini betimet tua. Kështu ju sqaron Allahu argumentat e veta që të jeni mirënjohës. Kështu që kush që ja bën vetes se vet haram diçka që në origjinë është e lejuar nga Zoti, si ndonjë ushqim, pije apo veprim të caktuar, ose betohet në Zotin se do të veprojë diçka apo nuk do të veprojë diçka, por pastaj dëshiron që ta thyej ose e thyen këtë betim, ai ka si detyrë të bëjë kompensimin e caktuar për këtë rast. Allahu i Madhëruar thot: Allahu është kujdestari juaj. Allahu ka në dorë çështjet tuaja. Ai ju edukon, mëson e përkujdeset për ju në formën më të mirë, në lidhje me çështjet që kanë lidhje me dynjan apo me ahiretin tuaj. Ai kujdeset që t'ju ruaj nga çdo e keqe, prandaj edhe caktoi për ju mënyrën e zgjidhjes së betimeve tuaja, për të cilat keni përgjegjësi. Nëpërmjet zbatimit të këtyre rregullave përmbushën detyrimet tuaja dhe nuk ngakoheni me gjinoje për shkeljen e tyre. Ai është i gjithdituri, i urti. Allahu është i gjithdituri. Dija e tij ka përfshirë atë që duket dhe atë që fshihet prej jush. Allahu është El Hakim, i urtë në gjithçka që ka krijuar e gjithçka që ka ligjëruar. Ai vendosi ligje të mrekullueshme, sepse e di shumë mirë se ato janë të dobishme, të mira e të përshtatshme për robërit e tij. Kur pejgamberi ja shfaqi një fjalë të fshehtë njerëz prej grave të tij, e ajo pastaj e shpalli këtë fjalë, e Perëndia ja zbuloi këtë pejgamberit, ai një pjesë të këtij zbulimi e tregoi, kurse pjesën tjetër e heshti. Kur pejgamberi e informoi atë gruan për këtë fshehtësi, ajo e pyeti: "E kush të ka treguar ty për këtë se nuk e paskam ruajtur bisedën e fshehtë?" Ai i tha: "Ma tregoi ai që di gjithçka dhe të cilit çdo gjë është e njohur." Kur profeti tregoi një sekret njerëz prej grave të veta, ajo e përapi atë. Allahu ja bëri të ditur këtë të dërguarit e tij, i cili tregoi asaj vetëm për një pjesë të lajmit, duke mos i thënë gjë për pjesën tjetër. Shumë fesirin janë të mendimit se këtu bëhet fjalë për Hafsën, Allahu qoftë i kënaqur me të, se cilës profeti i tregoi diçka dhe e porositi që të mos i ja tregonte kujt. Por ajo ja tregoi Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atëherë, Allahu i Madhëruar e njoftoi profetin se çfarë kishte bërë Hafsa. Kështu, profeti i tha Hafsës që ajo ja kishte treguar të tjerëve Aishës një pjesë të lajmit. Profeti nuk i tha se ajo e kishte treguar të gjithë lajmin për t'u treguar i but me të. Kur ai i tha asaj se çfarë kishte ndodhur me lajmin, ajo i tha: "E kush ta tregoi ty këtë? Kush ta tregoi këtë fakt që askush tjetër nuk e dinte?" Përgjigja që ai tha: "Ma tregoi gjithdituri, njohuesi i të fshehtave. Ma tregoi Allahu, të cilit nuk mund të fshihet asgjë e hapur apo e fshehtë. Ai është njohuesi i të fshehtave dhe të pashprehurave. Nëse ju të dyja pendoheni te Perëndia, se zemrat tuaja kanë anuar Perëndia ju fal. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër tij kur gjë nuk mund të arrini, se me të vërtetë Perëndia është mbrojtësi i tij
dhe Xhebraili dhe besimtarët e mirë, e pastaj edhe gjithë engjëjt janë përkrasit e tij. Pendohuni tek Allahu, sepse zemrat tuaja kanë gabuar. Kjo u drejtohej dy grave të profetit AS, Aishës dhe Hafsës. Allahu qoftë i kënaqur me to, të cilat u bën shkak që profeti AS t'i bënte vetes haram diçka që ai e dëshironte. Allahu i madhëruar i ftoi ato të pendoheshin, duke u bërë të ditur se me veprën e tyre zemrat e tyre kishin rëndisi nga ai nivel ku duhej të ishin. Ato duhej të ishin të sjellshme, të përmbajtura shumë të kujdesshme në marrëdhëniet me bashkëshortin e tyre, profetin e Zotit, Muhamedin AS. Ato nuk duhej ta kundërshtonin apo të silleshin në atë mënyrë që ta shqetësonin atë, por nëse bashkë veproni kundër tij. Nëse ato do të bashkëpunonin me njëra tjetrën për ta lënduar profetin e dashur të Zotit dhe do të vazhdonin në këtë rrugë, atëherë ta dini se Allahu është mbrojtësi i tij, edhe Xhibrili e besimtarët e ndeshëm. Të gjithë me laiket e ndihmojnë atë. Të gjithë e ndihmojnë dhe mbështesin profetin AS. Për këtë arsye, ai do të jetë gjithmonë i fituari, ndërsa kundërshtarët e tij do të jenë të dështuar e të humbur. Në këtë ajet përshkruhet nderimi më i madh që Zoti i ka bërë me të zgjedhurit dhe zotërisë të gjithë profetëve, Muhamedit AS. Vetë Zoti bujar dhe i madhëruar e përcaktoi vetveten si ndihmues dhe mbështetës të profetit të zgjedhur. Po kështu i përcaktoi edhe krijesat me të zgjedhurat e tij, meleket, Xhibrilin dhe besimtarët e sinqertë. Edhe këta janë ndihmues të profetit e madh. Këta ajete janë qorti me këshill e fortë për gratë e profetit. Madje ai u kujton diçka që gratë i tëra me së shumti divorcin. Allahu i lartësuar tha: "Në qoftë se ju lëshon ai juve, Zoti i tij mund t'i zëvendësoj ato atij me gra të mira se ju, muslimane dhe besimtare, për ulse, penduese, lutse shumë agjeruese, të veja dhe vasha." Nëse ai ju divorcon, është Zoti i tij që kujdeset t'i dhuroj atij si zëvendësim gra edhe me të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, që pendohen te Zoti, adhuruese, agjeruese, të mos mbaheni me të madh me të, sepse edhe nëse ai ju divorcon, kjo nuk e rëndon as pakat. Ai nuk është as pak i varur prej jush, sepse Allah mund t'i jap atij gra më të mira se ju në drejtim të fesë, besimit të bukurisë. Për këtë arsye, nëse ju vazhdoni të veproni në mënyrë të gabuar, gjë që nuk ndodh, Allah mund ta bëjë edhe këtë zëvendësim. E gjithë kjo është me nëse. Falë Zotit, profeti AS nuk i divorcoi ato. Nëse ai do t'i divorconte, Allahu i lartësuar do t'i zëvendësonte me gratë mrekullueshme, ashtu siç duhet të jenë gratë. Së pari, ato duhet të jenë muslimane, domethënë të jenë të përkushtuara në zbatimin e dispozitave që kanë lidhje me fjalët e veprat e dukshme. Së dyti, të jenë besimtare, pra, të jenë të përkushtuara në zbatimin e dispozitave që kanë lidhje me besimin, diturinë dhe sjelljen e zemrës. Gjithashtu, ato duhet të jenë të bindura, domethënë me bindje të vazhdueshme sistematike ndaj porosive të Allahut dhe profetit e tij. Gratë duhet të jenë edhe taibat, që pendohen për çdo vepër që Zoti e urren. Ato duhet të përpiqen të bëjnë gjithçka që kënaq Zotin dhe të pendohen për gjithçka që Zoti e urren. Të gjitha këto, Allahu i lartësuar i ka qartësuar nëpërmjet shpalljes, prandaj është shpalja ajo që duhet të mësohet dhe zbatohet që kanë qenë të martuara ose vigjeresha. Allahu i lartësuar mund t'i dhuroj profetit e tij larmishmëri që ai të kënaqet. Allahu mund t'i mundsojë atij gratë të vigjera ose jo të vigjera, ashtu si ai t'i dëshiroj. Kështu, pasi Allahu i lartësuar i qortoi dhe këshilloi ato gra, ato nxituan që të kënaqnin profetin AS. Duke u mbyshur me cilësitë më të mira që u përshkruan nga Allahu i madhruar. Ato u bën gratë më të mira mes besimtarëve. Nga këto ajete mësojmë se Allahu i madhruar zgjodhi për profetin e tij gjërat më të mira, njerëzit më të çmuar dhe atributet më të larta. Kështu, duke qenë se Allahu i madhruar gjykoi që këto gratë të qëndronin me të, kjo tregoi se ato ishin gratë më të mira dhe më të kompletuarat me cilësitë që ai përshkroi. O ju që besoni, pruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, karburante lënë djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurët, dhe të cilën e mbikëqyrën engjëjt e fuqishëm dhe të ashpër, të cilët nuk u kundërshtojnë urdhrave të Perëndisë dhe të cilët punojnë për atë që urdhëruan. O ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, o ju të cilëve Zoti ju fali besimin, përpiquni seriozisht e punoni për të plotësuar kushtet e këtij besimi, duke bërë vepra të mira. Ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri i përshkruar me cilësi të tmeshme. Ruajtja e vetes arrihet duke e nështruar atë të zbatojë porositë e Zotit me sinqeritet për të dhe sipas udhëzimeve të tij, dhe duke ju larguar harameve, me drojë e me madhërim për Zotin. Veç kësaj, duhet edhe pendim për çdo vepër që zemëron Allahun dhe që bën të meritueshëm dëshkimin e tij. Ndërsa ruajtja e familjes dhe e fëmijëve arrihet nëpërmjet edukimit të tyre me cilësitë e larta e me besim të sinqertë të drejtë, ashtu siç dëshiron Zoti. Njeriu nuk shpëton e nuk mund të gjejë qetësi ndryshe, vetëm nëse përpiqet për të plotësuar porositë e Allahut për veten dhe për ata që kanë në përgjegjësinë e tij.
si fëmijët, gratë. Allahu i madhruar e përshkroi zjarrin me këtë cilësi që robërit e tij të frenojnë veten nga gjërat që ai urren dhe i ka ndaluar. Ai thotë, lënda djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Kjo i ngjante një tjetër të Allahut, pa dyshim ju dhe ato që ju adhuroni veç Allahut, keni për të qenë lëndë djegëse e xhenemit. Enbija 98. Atë mbikëqyrin me lekë të rreptë e të ashpër, me lekët mbikëqyrës janë të vrazhë në sjellje dhe të rreptë në veprim. Ata të tmerrojnë vetëm me zërin kërcënues të tyre. Pamja e tyre është gjithashtu e papërballueshme. Me forcën dhe ashpërsinë e tyre, ata i poshtrojnë banorët e zjarrit. Ata zbatojnë me përpikmëri urdhat e Zotit të tyre, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhë. Ata zbatojnë gjithçka për të cilën urdhërohen. Ky është një lëvdim për melekët e nderuar, për nështrimin e tyre të plot ndaj Zotit dhe për zbatimin e plot të urdhave të tij. O ju që nuk keni besuar, mos u arzjetoni sot, sepse, me të vërtetë, dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju që mohuat, sot mos u shfaqsoni. Ju do të shpërbleheni vetëm për atë që keni bërë. Allahu i madhruar do të drejtohet me këto fjalë qortuese e poshtruese banorëve të zjarrit në ditën e Kiametit. Atyre u thuhet, sot mos u justifikoni, sepse koha e justifikimit dhe mundësia për t'u penduar tashmë ka përfunduar. Sot nuk bën me dobi asnjë justifikim. Kjo është dita kur jepet shpërblimi për veprat e bëra, ndërsa ju keni sjell këtu veç mohimin e Allahut dhe të shpaljeve të tij, armiqsinë kundër profetëve dhe të dashurëve të Allahut. O ju që ke besuar, pendohuni sinqerisht te Perëndia, se Zoti juaj mund t'u ashtyjë gabimet tuaja e t'ju shpjej në kopshte, në për të cilët rrjedhin lumejt, në ditën e të cilën Perëndia nuk do ta turpëroj profetin dhe ata që bashkë me të kanë besuar, drita e tyre ecë para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata thonë, o Zoti im, plotësona dritën tonë dhe falna neve, sepse ti, me të vërtetë, je i plotfuqishëm. O ju që keni besuar, drejtohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Kështu shpresohet që Zoti juaj t'ju ambuloj tek këqijat e t'ju vendos në kopshte, në për të cilët rrjedhin lumej, a ditë kur Allahu nuk ka për t'i turpëruar profetin e as ata që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të ndriçojë para dhe në të djathtë të tyre ata do të thonë, Zoti ynë, forcoje dritën tonë dhe na i mbulo gjinohet tona. Vërtet, ti je i plotfuqishëm për gjithçka. Allahu i lavdëruar na urdhëron në këtë ajet për pendim të sinqertë të vërtetë dhe premton për këtë falje, mbulim të këqijave e futjen në xhenet. Ai premton për sukses në arritjen e çdo të mire e shpëtim nga çdo e keqe. Kjo fitore do të shfaqet plotësisht ditën e gjykimit, kur besimtarët e ecin të ndriçuar nga drita e imanit të tyre. Kështu, ata do të jenë me zemër të qetë të sigurt. Kur të shohin që munafikëve do të ushohet drita, ata, me drojë, do t'i lutën Zotit dhe do të thonë, Zoti ynë, forcoje dritën tonë dhe na i mbulë gjinohet tona. Vërtet, ti je i plotfuqishëm për çdo gjë. Dhe Allahu i madhruar do t'i përgjigjet lutjes së tyre, duke u forcuar dritën e imanit të tyre, e cila do t'i ndihmojë të arrijnë të sigurt në xhenetin e mirësisë. Ky përfundim është fryti i pendimit të sinqertë të vërtetë, që është bërë për të gjitha gjinohet në mënyrë të vazhduar. O profet, luftoi të pafet dhe hipokritët dhe bëhoj ashpër ndaj tyre. Rëndbanimi i tyre do të jetë skëtera. Sa i shëmtuar është ai vendbanim. O ti i dërguar, luftoj jo besimtarët e hipokritët dhe qëndro ashpër kundër tyre. Vendi i tyre është xhenemi, i cili është vendi më i shëmtuar. Allahu i madhruar urdhëron profetin e tij që të luftojnë me ashpërsi kundër mohuesve dhe munafikëve. Lufta kundër këtyre kategorive bëhet me dy mënyra: 1. Duke u qartësuar të vërtetë me argumente të sakta, duke i ftuar me fjalë të mira dhe duke shkatëruar të gjitha rrugët e tyre të humbjes. 2. Duke i luftuar me armë, nëse nuk i përgjigjen ftesës së Zotit dhe nuk i nënshtrohen ligjit e tij. Mënyra e parë zhvillohet me urtësi, butësi dhe me fjalët më të mira, ndërsa e dyta bëhet me ashpërsi dhe forcë. Mohuesit dhe munafiqët kanë dënim të madh në dynja, që vjen prej humbjes dhe poshtërimit të tyre përballë xhihatit të profetit dhe besimtarëve të Zotit. Por në ahiret ata i pret një dënim akoma më i ashpër, që është zjarri i xhenemit. Ky është përfundimi më i keq. Perëndia jep shembull për ata që nuk besojnë, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit, ato kanë qenë të martuara për dy njerëz nga njerëzit tonë të ndeshëm, por ato ndaj tyre kanë qenë mashtruese hipokrite, dhe ata dy nuk do të mund të ndihmojnë atyre dyjave, te Perëndia për t'i shpëtuar nga dënimi, e do t'u thuhet atyre, hyni ju të dyja në zjarr, me ata të gjithë që po hyjnë. Atyre që mohojnë, Allahu sjell si shembull gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Këta shembuj shërbejnë që njerëzit të kuptojnë se lidhjet e ndryshme mes besimtarëve e mohuesve nuk kanë asnjë efekt te përfundimi i secilët prej tyre. Kështu, afërsia me besimtarin nuk ka për t'i sjellë qafirit asnjë dobi. Gjithashtu, lidhja me qafirin nuk ka për ta dëmtuar as pak besimtarin, nëse ky i fundit i ka kryer detyrimet kundrejt tjetrit.
Kjo duket si një këshill dhe vërejtje për gratë e profetit AC, që ato të ruheshin nga gabimet dhe mosbindja, duke kuptuar mirë se lidhja e tyre me profetin AC nuk do t'u sillte asnjë dobi, nëse ato nuk besonin dhe nuk i bindeshin Allahut të lartësuar. Me te, thot i Madhruari, ato ishin të martuara me dy nga robërit tanë të mirë, por i tratuan ata. Ato ishin bashkëshortet e dy profetëve të nderuar, Lot AC dhe Lutit AC, por ato tratuan duke mos e pranuar besimin dhe fenë e burrave të tyre. Pra, këtu nuk flitet asesi për trati bashkëshortore. Nuk ka ndodhur kur që një grua profetit e ketë tratuar nderin dhe shtratin e tij. Zoti i lartësuar kur nuk do të bënte kur që gruaja e një profeti të ishte e përdal dhe shkelëse e nderit bashkëshortor. Me qenë se ato tratuan fenë e burrave të tyre, statusi i tyre si bashkëshorte profetësh nuk u bëri asnjë dobi. Allah thot, për këtë arsye, bashkëshortet e tyre nuk do të mund t'i mbrojnë ato as pak tek Allah. Atyre të dyjave do t'u thuhet, hyni të dyja në zjarr, se bashku me të tjerët që hynite. Kështu profetët Nuh dhe Lut AC nuk do të mund t'i ndihmojnë ato tek Allahu i Madhruar. Ndërsa për besimtarët, Allahu i lartësuar sjell shembull tjetër. Perëndia jep shembull për ata që besojnë. Gruan e faraonit, kur ajo tha: "O Zoti im, ndërto mua një banesë te ti në xhenet dhe më shpëto nga faraoni dhe veprat e tij, dhe më shpëto nga populli zullumçar." Ndërsa atyre që besojnë, Allahu sjell si shembull gruan e faraonit. Ajo ishte Asia, e bija e Mizahimit, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ju drejtua Zotit të saj me këtë lutje: "Zoti im, më bëj një vend tek ti në xhenet. Me shpëto prej faraonit dhe veprave të tij, me shpëto edhe prej popullit mizor." Allahu i Madhruar e përshkruan atë si besimtarët e sinqertë dhe të neshtruar, e cila ju lut me përkushtim atij. Ajo ju drejtua Zotit të saj me kërkesat më të larta për të cilat mund të lutet njeriu për hyrjen në xhenet dhe për të qenë afër Zotit të botëve, bujorit të gjithë mëshirshëm. Ajo ju lut Allahut gjithashtu që ta shpëtonte nga keqja e faraonit dhe nga keqja e çdo zullumçari. Allahu i Madhruar ju përgjigj lutjes së saj dhe prandaj ajo jetoi me besim të pastër, të plotë e të patundur. Allahu gjithashtu e shpëtoi atë nga të gjitha sprovat. Për këtë çështje, profeti Asa ka thënë: "Prej burrave ka pasur shumë njerëz të përkryer, ndërsa prej grave kanë qenë të përkryera veç e Miriemja, e bija e Imranit, Asia, e bija e Mizahimit, Adidja, e bija e Huilidit dhe Aisha, vlera e secilës mbi gratë e botës është si vlera e therit i mbi ushqimet e tjera." I ishte një lloj ushqimi me i miri për atë kohë dhe vend. Krahasimi tregon thjesht se Aisha qëndron mbi të gjitha gratë e botës, dhe shembullin e Miriemës, të bijes së Imranit, e cila e ka ruajtur virgjinitetin e saj, e ne kemi frymzuar në te prej shpirtit ton. Ajo u besonte fjalëve të Zotit të saj dhe librave të tij, dhe ajo ishte nga personat që luteshin shumë. Edhe Miriemja, e bija e Imranit, e cila e ruajti nderin e saj. Ajo u ruajt nga çdo e ligë, sepse kishte besim të plot dhe të drejtë, si edhe moral të kulluar. Ne frym brenda saj një shpirt, të krijuar nga ne. Ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij. Këtu përshkruhet shkalla e lartë e ditërisë së Miriemës. Në ajet thuhet, ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj. Fjalët e Zotit janë dy llojesh: fjalët e kaderit, domethënë të përcaktimit të tij të gjërave, dhe fjalët e ligjit që ai vendosi për njerëzit për t'u treguar atyre mënyrën se si ta adhurojnë atë, si të jetojnë sipas vullnetit, dëshirës së kënaqësisë së tij. Miriemja i besoi dhe i jetësoi të dyja llojet e fjalëve të Zotit. Ajo i besoi gjithashtu të gjithë librat e Zotit. Por një besim nuk mund të quhet i drejtë dhe i saktë nëse nuk bëhet me dituri të plotë dhe nëse nuk punohet sipas tij. Për këtë arsye, i Madhruari e sqaron këtë çështje kur thot për Miriemën dhe ishte nga të devotshmet. Ajo ishte e bindur ndaj Zotit, sistematike dhe me drojnë e adhurimin e tij. Ky përshkrim dëshmon për veprat e shumta të saj të adhurimit. Miriemja ishte si dika e vërtetë dhe grata e vërtetësisë arrihet vetëm me dituri të plotë dhe me punë sipas kësaj diturie. Të përfundon edhe surja Tahrim dhe për këtë falënderimi i qoftë Allahut.